Në bazën e kriterit licencimit, stadiumi është i licencuar për Kupat e Europës dhe një ndër kriteret e licencimit ka qenë për të informuar UEFA-n nëse do ketë stadiumi destinacion sportin apo pjesën kulturore. Praktikisht ne kemi plotësuar në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër që stadiumi ka destinacion vetëm sportin, pjesën e ndeshjeve të vllaznisë. Tash ne kemi marrë vesh faktikisht ne kemi marrë vesh sot, sepse nuk kemi asnjë informacion nga Bashkia Shkodër që do bëhen koncerte. Dhe unë kam pasur një bisedë informale me zotin Aron Miloti, drejtorin e sportit të bashkisë, dhe më ka thënë stadiumi do bëhen koncerte, BMC, jo vetëm një koncert, sepse me sa morë informacion sot do jetë Berat Çamini, cili është emri i nderuar, është për mua është ndëri i Shkodrës për gjitha gjanat, por duke pas parasysh këtë situatë dhe duke pas parasysh që bashkia dënë të rrojë destinacionin e stadiumit, dënë ta bëjnë për të bërë eventin kulturore, unë desha të them si ne rrezikojmë ndeshjet e Kupës së Europës, edhe rrezikojmë ndeshjet e kampionatit për të luajtur në Shkodër, dhe ndoshta për herë të parë do të dërojnë të luajnë ndeshjet tona diku tjetër në Tiranë apo një qytet tjetër.